Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar ndryshime ligjore pas vendimit të gjykatës kushtetuese që la në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës Belinda Balluku. Lidhur me vendimin e kushtetueses, ku në unanim 8 gjyqtarët u shprehën se imuniteti i ministrit nuk përfshin pezullimin gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të PS-s, Rama ka bërë të ditur se do të kërkohen ndërhyrje ligjore. Konkretisht, ndryshimet pritet të përfshin nenin 242 paragrafi 2 të kodit të procedurës penale, i cili u garanton imunitetin të zgjedhurve, ku të specifikohet edhe për ministrin. Nëse bëhet ky ndryshim, ashtu si edhe deputetët, edhe një antar i qeverisë nuk do të mund të pezullohet apo kontrollohet nga SPAK-u pa autorizim të parlamentit. Sa i përket kërkesës së SPAK drejtuar kuvendit lidhur me arrestimin, Rama shprehet se nuk ka urgjencë që Këshilli i Mandateve të mblidhet për të hequr imunitetin Ballukut, por nga ana tjetër, Komisioni Evropian në një prononcim të fundit është shprehur se kuvendi duhet adresoj pavonesë kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Topi tani i kalon apelit për të vlerësuar nëse do ta mbajë në fuqi pezullimin nga detyra të numrit 2 të qeverisë që ka vendosur shkalla e parë. Nëse ndodhë që apeli ta lërë në fuqi, Balluku mund të bëjë rekurs në gjykatën e lartë.